Një ngjarje e rëndë është regjistruar mbrëmjen e djeshme në Tetov, ku është gjetur pa shenja jete një vajzë e re, e cila është studente e vitit të 4 me origjinë nga Kosova. Sipas informacioneve paraprake, rreth orës 18:30, banorët të lagjes pas tregut të gjelbër kanë njoftuar policinë për trupin e pajet të gjetur në parkingun e një ndërtese banimi. Autoritetet kanë mbërritur menjëherë në vendngjarje dhe kanë rrethuar zonën, ndërsa ekipet hetimore po mbledhin prova dhe dëshmi për të përcaktuar shkaqet e vdekjes. Mosohet se viktima është Doar Saspahiu nga Gjakova. Është ende e paqartë për shkaqet e vdekjes. Në një reagim zyrtar, Ambasada e Republikës së Kosovës në Shkup konfirmoi se është njoftuar nga Policia Rajonale e Tetovës për rastin dhe ka vendosur kontakte të drejtpërdrejta me autoritetet lokale, duke ndjekur nga afër zhvillimet e hetimit. Nga të dhënat e para, autoritetet lokale kanë bërë të ditur se në trupin e viktimës nuk janë konstatuar shenja dhune, megjithatë shkaqet e vdekjes së saj mbeten ende të paqarta dhe ngjarja është vërtet e rëndë për një të re nga Gjakova, e cila ka ndërruar jetë në Tetov. Balotazhi për kryetar komunash do të mbahet më 9 nëntor në 18 komuna, ndërsa në 21 komuna kryetarët janë zgjedhur më 12 tetor. Të gjitha partitë kanë lidhur koalicione, por buj shkaktoi koalicioni mes Xhafer Tahirit nga LDK dhe Sulejman Mehollës nga vetëvendosje në vushtri pa miratimin e kryesisë së LDK-s. Ndërkohë, LDK dhe PDK vazhdojnë të mbështesin njëra tjetrën në disa komuna: Gjelan, Fush Kosovë, Prizren, Mitrovica e Jugut. Analisti Gani Mehmeti vëren se marrëdhëniet mes LDK-s dhe lëvizjes vetëvendosje janë jo vetëm të ngrira, por edhe miqësore në nivel qendror, gjë që është e panevojshme për institucionet shtetërore. Ai kritikon LDK-n për reagimin e ashpër ndaj koalicionit lokal mes Xhafer Tahirit dhe lëvizjes vetëvendosje në vushtri, duke vënë në dukje se partia vazhdon të ndëshkojë lider lokal që vendosin vetë dhe ruan avazet e vjetra të bashkëpunimit me PDK-s. Mehmeti e konsideron të sjelljet e LDK-s si të papranueshme dhe shpreh keqardhje që partia nuk pranon të bashkëpunojë me vetëvendosje në disa komuna, duke qenë ende në ndikimin e PDK-s. Marrëdhëniet mes LDK-s e lëvizjes vetëvendosje sikur janë jo vetëm të ngrira, por edhe armiqësore në nivel qendror, çka është për keqardhje. Kjo është e tepërt për përfaqësuesit e popullit, deputetët, madje kjo është edhe e panevojshme, sepse nuk do duhej distancuar e ndërprerë marrëdhënia mes tyre kur janë në pyetje institucione shtetërore. Inatet mund të mbahen vetëm në jetën private. LDK është treguar vazhdimisht si një ndihmëse e PDK-s prej pas shpalljes së pavarësisë. Është çmendurak e veprimi i LDK-s dhe reagimit aq të ashpër ndaj Xhafer Tahirit në vushtri, se kishte lidhur një koalicion me vetëvendosje në balotazh për zgjedhjet e 9 nëntorit. Këtë është dashur ta përshëndesim pse ka ndalë kundër PDK-s dhe është dashur të lidhin koalicion të tillë edhe në komuna të tjera ku ngjarja vetëvendosje me PDK-n. Qendra e LDK-s vetëm sa tregoi pezmin e saj ndaj Xhafer Tahirit e vetëvendosjes, dhe asgjë nuk mundi as që mund të bëj, por ajo është mësuar të largojë nga vetja të gjithë ata që vendosin vetë, edhe në nivel lokal. LDK nxorri jashtë Donika Gërvallën, e largoi Vjosa Osmanin, e tani po mendohet si të veprojë edhe me Xhafer Tahirin, pse i ka dalë në dorësh e vendos vetë për komunën e tij.